Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi me dersin e 17 rreth jetës dhe veprës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dersin e kaluar kemi përmend luftën e Bedrit, shkaqet e luftës, rrjedhat e luftës, pastaj zhvillimet brenda në betejë dhe nuk kemi arrit me kry krejt. Për shkak se nuk është qëllimi me shpjegu si betejë, sepse ajo ka ndodhur fillimisht pa planifikimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që as nuk e ka bën mend që do të ndodhë luftë. Mirë po, qëllimi është që mësimet e mëdha dhe të shumta që dalin prej kësaj beteje me i marrë na si musliman. E pastaj këto mësime më na shoqëru gjatë gjithë jetës. Kemi mri deri te pika kur përfundon lufta, edhe idhujtarët me kas, edhe pse ishin të bindur se kanë me fitu luftën, e humbën. Ndërsa muslimanët ishin të bindur se Allahu ka mjaftu fitoren. Mirë po tani edhe peshohin me sy, sepse nuk është sikurse kur të lajmëron dikush, sikur kur e shet njëtin sen me sy. Tash mbaroi lufta, betejë e Bedrit, edhe fillon ato zhvillimet pas luftës. Idhujtarët morën çka mujtën me marr, edhe pse shumicën e devëve, pasurive që i kishin marr, mbetën fush betejë, si plashke luftës, ndërsa një pjesë që ka mujtën me tërheq prej luftës, u tërheqën ata bashkë me ta dhe u nisën për Mekë. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam i gëzum shumë, edhe ka arsye shumë për më gëzu, sepse fillimisht i pa shokët e tij që janë unik. Të më thonë muhajgjerët po se po, mirë po dhe ensarët i po që janë unik edhe ma nuk e kundërshtojnë, as që nuk e vejnë në pikpytje fjallin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe kjo ishte më e rëndësishme. Sa që edhe me pas humb betejen, nuk ishte me qenë shumë e rëndë ma, pasi që e mor vesh pejgamberi alayhi salatu wassalam, që me shokët e vetë, me ensarët dhe muhajgjerët, i ka mrapa ku do që shkon, çka do që i ndodh. E kjo është shumë rëndësi, sepse jeta jonë nuk është një betejë, është disa beteja. E kështu që edhe nëse e humb një betejë, nuk është shumë humbje e madhe përderisa e din se kanë e ki me vete dhe kanë se ki. E di se kanë e ki Mekë dhe kanë e ki Armek. Kush ndihmon dhe kush ikë dhe të lën vetë. Shumë është më rëndësishme. Edhe nëse e humb një betejë, për arsye se kemi beteja të ndryshme, nuk është e thonë vetëm betejat me lufta. Ne kemi betejën në shtëpinë tonë, ne kemi betejën me fëmijët tonë, ne kemi betejën me nefsin tonë, e kemi betejën me halalin edhe haramin, se apo mundemi me nol veten edhe mu mjaftu me halale, apo po lëshohemi në haram e kështu më radhë, këtu janë beteja. Mirë po shumë është më rëndësi që me marrë vesh se kanë e kema zveti. Nëse çka do me të ndodh, me kanë i hyn asoj beteje, i hyn asoj sfide. E pejgamberi alayhi salatu wasallam e mor vesh që krejt muslimanët, muhajgjer, ensar, çka janë, gjithë i ka me veti. Edhe për ata ka shumë arsye më gëzu, ka arsye më gëzu gjithashtu se Allahu ja dha fitoren e cila sipas parametrave dhe llogarive ushtarake nuk i takonte pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe 300 burrave të cilët nuk ishin të armatosur, nuk ishin të përgatitur për luftë. Përderisa 1000 burra të tjerë të Mekës që ishin të armatosur, kish kalorse, kish, të më thonë, plus në armatim ishin shumë ma superior se sa muslimanët, të më thonë, ushtarakisht, fitoria do duhej që u vinte atyne, mirë po, Allahu i lartësuar ja qënë fitoren, edhe e fitoren kujna dënë, edhe në këtë rast e ndihmoj edhe i dha fitoren Muhammedit alayhi salatu wassalam. Në betej, mushriket i lanë 70 të vronë, 70 zonën rob, ndërsa prej muslimanëve vritën 14 ose edhe 16, sikur se e përmend Ibn Hajeri përveç këtyre 14-ve që krejt historianët i përmendin, Ibn Hajeri i përmend edhe 2 emra tjerë, po sido që të jetë 14 ose 16 janë të vronë prej muslimanëve. Pastaj në këtë betej u zonë rob, përveç që u vronë do koka të mëdha. U vra Abu Jehli, u vra Utbe ibn Rabi, Shejbe ibn Rabi, u vran disa, u zonë rob edhe disa koka të mëdha. Mirë, kush është Ebu Lehebi këtu?
A ju ka shku në herë në rëmend, ku është Ebu Lehebi në luftën e Bedrit? Ebu Lehebi, Allah e malkuft, qaq burru shkon dhe qaq shtrim, s'ka guxu me orë luft, po ka unë qone pe pagujni bedel, let lufton për muhe. No, s'ka guxu me bolla faqo. Dhe unë që qaq burru shkon. E Ebu Lehebi nuk është këtë luft heq. Edhe në luftën e Uhudit edhe nuk merr pjesë në për luftën, sepse burri madh është e trimi madh. Trimi madh është me shoh, e me akuzu, e me shpif për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë, po kur I vjen rani me ballavaçu me burra, ja s'ka ranët, si ka ranët dhe Ebu Lehebi. Për atyre që u zonë rob, ishte edhe Ubej ibn Khalaf. Ubej ibn Khalaf ishte pronori Bilalit sa u konë Mekë. Ju kujtohet që I ka bo Bilalit kë? Që e qitë këndil, në ndilin e nëzjet në Mekë, e ja vendoste një gurin bark, edhe I shtike nga njëherë edhe thmit me lume tonë e me rej, edhe I thashtë Muhammedit alayhi salatu wassalam, që kë Bilalit që unë e shesë edhe e blej, edhe bëj që ka du me tonë, më koni barabart me mua, ku ke papët I kështu. Edhe tash I vjen rani Bilalit e zen Ubej ibn Khalaf. E zonë rëpë, mirë po Bilalit së ndorohet. Edhe jam synë për me vra, do mundohen me nalë prej sahabe, mas e kanë zonë gjallë, dhe do Allah s'ka kush që më nalësat. Edhe e vret. I një mujnë edhe disa tjerë sahabe, edhe Bilali, radiallahu anu, e vret, Ubej ibn Khalaf, mësi që është zonë rëpë, mirë po në fillimet e parë, tu I mledhe rëpët. Pas ta I zihet rëpë, edhe Uqba ibn Abi Mu'ayt. Kush është Uqba ibn Abi Mu'ayt? Apo ju sillet në përkryje kënjërë. Kënjëri është për njëzë më të poshtër që I ka mojtë këtuk. Duke u falë pejgamberi alayhi salatu wasalam të qabja, kjo thot unë shkoj e marë plancin, edhe zërët e devës që janë konë aty, edhe e ka hedhë pejgamberit alayhi salatu wasalam në qafë. Edhe e ka shtimë mërzit Fatimen, e ka shtimë mërzit kritë sahabët. Edhe tash Uqba ibn Abi Mu'ayt u zonë rabë, pejgamberi alayhi salatu wasalam të done që të done. Kjo s'hen të rapt. Edhe merë vendim me vra, se duket Aliut edhe dikuj tjetër edhe vrane. Edhe Uqba ibn Mu'ayt ai burri I fort. Ai që I tregoi kë muskujt para pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe para njerëzve të fuqishëm Mekë, tash fillon me kajto Muhammed, i thot, kum lon do fëmijët e shtëpia, I kum lon do vajzat e shtëpia. E fëmijët e tun? E vajzat e tuna? E Fatimja e cila 7-8 vjet. U mundoj që mja hek zort edhe plancin e devës që ja ke qitë në shpinë pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe s'mund të dhe qante, atë nuk tani ke për fëmijët e tona, tash I ke lënë fëmijët e tu, vajzat e tua, plus ke ardhur prej Mekës me vra këtu njerëz që me I lënë do fëmijët tim, edhe kë vritet dhe nuk llogaritet prej robërve të luftës, sepse ishte kriminal I madh, so që s'ja vlen të dhe buk me I dhon këtij njeri. Mirë, për atyre që janë zonë robë është edhe Abasi radiallahu anhu. Migja I pejgamberit alayhi salatu wasalam. Para se mu zonë në rob Abasi, pejgamberi alayhi salatu wasalam duke I radhit shokët e vetë, ushtarët, arodhat ushtarake, po I thot kush e takon Abasin, mos ta vret, kush e takon filanin, mos ta vret, kush e takon filanin, mos ta vret, për arsye se këta janë ndolë me zor I kanë qitë. Nuk janë dorë me na luftu, as nuk kanë me na luftu. Edhe kështu vendos. Edhe donë Allahu që Abasi zinjët të rabë dhe sjellën të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thuhet që Abasi ka qenë musliman para se me orë Bedër. Po e kam shef Islamin, edhe her pas here I ka dërgu lajme pejgamberit alayhi salatu wasalam se çka po bëhet Mekë. Po kryesorja, njëri prej ansarëve e bjen Abasin lidh te pejgamberi alayhi salatu wasalam. E ron. Don Abasi ka qenë I afërt në mbush me pejgamberin alayhi salatu wasalam, plus e ka dosht për I migjallarëve që e ka dosht pejgamberi alayhi salatu wasalam me po lidh, plus në anën e armikut, plus robi I luftës, s'pedin halo që ka po vendoset për robët e luftës, se nuk ka dispozit që ka me bo me ta. E ron, edhe I thot unë e zuna rob ai ensari. Thot Abasi këshyr sahabët e rënë, thot ja, ai që më ka zonë rob s'po e shë. Thot të konë një flakzi I hjeshëm shumë, s'pe shokt. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, bere këtu, bere se me laqet e kanë kopët. Me laqet e kanë zonë robë që me rujt, edhe më s'fevra. Edhe I marrin robët edhe I qojnë Medinë tash. Mirë, atë natën e parë, pejgamberi alayhi salatu wasalam I thot sahabëve, kujdesnu për këta robë. Mos I leni pa buk. Thënë sahabët për veti hangshmi hurma dhe çka gjashmi, aty ne I dhoshmi buk e meshe çka kishmi.
ushqimet më të mira. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë natë nuk fleti ta natën. Edhe dikur ka gjysa natës e vren dikush prej sahabëve që është të lëviz. Thynoi dërguari i Allahut. Pse s'po flan? S'po muj me flan se po janë zonin Abbasit anena. On po e nian kimin e tina to rënku, s'po mze gjumi. S'po mze gjumi mi gjanena. Unë e këtu mirë po s'ko që kam i bo. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasallam është në një pozicion ku ndon drejtësi. Hoxha thon, mirë po është zonë me ushtrinë e armikut. Dërsa kënejna hoxh, haku i hoxhës, pastaj dashnia për ta, pastaj që njëri e kanë detyruar me don luftë. Thot nuk po më flajt, tu e një zonin e Abbasit anej të xhamu. Shkojnë e hiqin zinxhir që i kanë posë në dorë dhe në kamë dhe e lirojnë. Pastaj flen pejgamberi alayhi salatu wasallam. Të nesërmën, pejgamberi alayhi salatu wasallam zgjohet dhe po i pyet sahabët çka po jam marrëmendja me bë me këtë rab. Sepse Allahu nuk kishte zbrit dispozit hala. Lufta ish o leju, mirë po nëse ndodh me zonë ushtar të armikut gjallë, çka me bë me ta? S'ka hala ajete, as hadithe. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam po këshillohet me sahabët. Ai ka mundë të marrë vendim vetë, edhe vendimin më të mirë e kish marrë. Mirë po don më na i dhon, më na instalu një shkollë, e cila quhet shkolla e konsultimit. Pejgamberi Allahut me shpallje, më i miri, më i dishmi, më i buti, më i urti, po konsultohet me sahabët që krejt janë në nivelin e tina, me të gjitha, edhe nga mençuria. Mirë po don me t'regu se nuk ka mundësi dikush pjesëtari këtij umeti, sa dush me mëri, sa dush me u shkollu, sa dush me qenë i mençur, sa dush me mëri pozit, prap nuk bën që me kalu vendime dhe me marr vendime pa u konsultu me njerëzit që i ka përreth. Këtë shkollë po na jep pejgamberi alayhi salatu. Edhe po thot Ebu Bekrit dhe Omerit, çka po menoni me mua? Çka po jam mendja? E Omeri me natyrën e butë që e ka pas, radhiyallahu, Ebu Bekrin falni, natyrën e butë që e ka pas, do i dërgoj me Allahut. Jo, moni ka do pare, secili e liron veten e vet, i kërkojmë disa pare për me liru dhe ilçe. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë mu po më merr mendja çështë. Omer, çka menon ti? Omeri thotë unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që më vrok ta kret. A ka norma në luftu po? Kishin fitu ata, na kishin vrarë po, edhe na do të më vrarë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam me natyrën e vet që e kishte të butë. Anaj më tepër ka mendimi e Abu Bekrit, edhe mendimi e Abu Bekrit u bën dy dhe mor vendim që mos me i vrarë po me liru secili vetën, ose familjarët e tyre me dërgu pare për me i liru rapt e luftës që janë zonë rap. Mirë po Allah e qërtoj. Allah e qërtoj pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe i thot, ma kanë nabiyin e yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Nuk i takon pejgamberit me marrë rap përderisa të mos bëhet i fort tok. Për arsye se kjo unë të kumzon rap, unë po t'i liroj ampare, kjo tregon një fardopsie. Se unë jam i mbarur prej pareve, tarnave, mallit, domthon halo kam nevojë. Jo, sikur të kishte ndodhur vrasja, ish tregu pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ushtria e Islamit më e fortë. Mirë po me që Allah nuk ish zbrit dispozit, vetëm po e qërton pejgamberin alayhi salatu. Thuhet që pejgamberi alayhi salatu ton ditën me Abu Bekrin kanë qajt të dytë. Edhe pse nuk është që kanë bënë fargabimi, jo që kanë thënë ai urdhët të Allahut, vetëm se kanë vepruar ndryshe nga ajo që kanë shkon më e mirë. Kryesorja u mor vendimi që secili me i dërgu lajm haber familjes të vet, edhe me i dërgu lirat ose arin që ja caktonte pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe me marr familjarin e tyre. Dhe në bazë të pasurisë që e kishin, pejgamberi alayhi salatu wasallam ja cakton edhe tarnat. Kur vjen te Abasi thotë Muhammed, unë jam fitone, ç'më dhon porë tash më liru? Thotë jenë fitame, si jenë fitame, thotë ai tjetër më abet është. Je zon rob duke luftu ose duke u radhit me ushtrinë e armikut, liraje vetën. Thotë s'kam porë. Abasi radhiyallahu anhu. Ndërsa Abasi këtu bashkë me Abasin është zonë edhe Akili. Kush është Akili? Akili është vëllai i Aliut radhiyallahu anhu. S'është musliman këtu. Akili ma vënë bëhet musliman, po këtu s'është musliman. Është zonë edhe një djalë i migjës tjetër të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ka pas emrin Naufal ibn Harith. Naufal ibn Harith, njëri prej migjallarët pejgamberit alayhi salatu wassalam, Harith. Mirë po, Abasi si duket u shkujdes për ta, se u kon ma pasanik. E thotë, unë ku me mor pare?
Thuhet që 400 dinare ka kërku pejgamberi alayhi salatu wassalam për 3 persona. Thot, ku me morë para, unë s'kam. Thot, e atë qypin me lira dhe me ari, që e mshefe me gruën tane, me Umul Fadl, edhe i tha që nëse zvijone, vritna në luft, atër që na ruje për Abdullah ibn Abbasin, ruje për Fadlin, ruje për djemt e tjerë. Thot, vallahi, që të muhabete kush nuk i ka një poson edhe gruja. Që këto veç Allah të ka kallëzu për të. Edhe thuhet që eri dëshmon shahadetin, edhe bëhet musliman, edhe pse ndoshta mendimi më i saktë është që Abasi ka qenë musliman edhe më herët, po e ka mshef Islamin. Pastaj për Abasin radhiyallahu anhu zbret ajeti kuranor ku Allahu thot: "Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum min al-asra", o ti pejgamber, thuju atyre robërve që i keni zonjë. In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum. Nëse Allahu do të shef khajr në zemrat e juve, do të bëjt mirë dhe musliman, Allahu ka më dhon shumë më shumë se sa që po jepni ju që tash. Ky ajet Abasi radhiyallahu anhu ka zbrit për mua, se shumë kam dhënë porët kur i kam thënë. Plus porë e madhe, plus për 3. Mirë, po mos i bëhet musliman Abasi. Thot Allahu më ka dhënë 10 herë fesh nga ajo që kam dhënë për vetër. E ky ajet ka zbrit për Abbasin radhiyallahu anhu. Mesin atyre që është zonë rob, është edhe As ibn Rabia, dhëndri pejgamberit alayhi salatu wasalam, burri i Zejnebës. Edhe ky nuk është që ka pas armiqësi për pejgamberin alayhi salatu wasalam, po si duket ka qenë mesin atyre që atë se s'ban pa shku se krejt po shkojnë edhe marrë mos e marr pjesë, kryesori azinjët e gjallë. Edhe i çan lajm në Mekë pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo e lironi As ibn Rabia. Çka bën Zejnebia, e cila ishte ndomë fizikisht, sepse Zejnebia muslimane, ky jo musliman, edhe ishin ndomë fizikisht. Mirë, po nuk ishin ndomë me ndjenja. Se si duket më të vërtet kanë qenë qeft shumë i përshtatshëm mes vete, edhe shumë e kanë dashur njëri tjetrin. Edhe Zejnebia për me liru As ibn Rabia me kthyn Mekë, e merr qaforën e nonës vet. Kanë konon këtë. Hatixha, gruan e pejgamberit alayhis salam. E merr qaforën që Hatixha ja ka dhënë kur e ka martu Zejnebën, ja ka dhënë bakshish, ajo e merr çat qaforë ja çan pejgamberit alayhis salatu wasalam, mjalshu As ibn Rabia. Domon ish burri. Kur e sheh pejgamberi alayhis salatu wasalam qaforën e Hatixhës, e kujtohet Hatixha sa e ka bërë. Pastaj i kujtohet që ja ka lënë Zejnebës, pastaj i kujtohet që Zejnebia këto për të modhin zër nuk e kishte dhënë këtë qaforë. 2 janë mja dhënë se kishte dhënë. Mirë, po e ka dhënë për As ibn Rabin. Edhe i thot shokëve vet: "Apo ma falni çto. Komandanti suprem, kryetari, pejgamberi i Allahut, pyeli pleje thot: "A ma falni çto mua? Do të thonë do të më marr këtyne për me liru As ibn Rabin. Mirë, po mua po ma falni t'ja kthej Zejnebës, se e di sa e dën." Kush i thot jo pejgamberit alayhi salatu wasalam? Edhe e merr As ibn Rabin, thot merr qaforën që ja Zejnebës. Edhe kur shkojsh në Mekë, me ma përcjell Zejnebën tek nena, me prunë Medine. Edhe më të vërtet, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma ka dhënë fjalën edhe ka mojt fjalën. I dhujtar, mushrik, ama ka mojt fjalën, si ka shkuar në Mekë, ja ka dhënë qaforën Zejnebës, thot selamin e ki prej babës, banu gati, se do të më gjetni me tot, më të qit prej Mekës, Tinës, fshet, edhe mas një kohë më rrinë Zejnebia në Medine, po prap nuk mundet me harru As ibn Rabian. Pastaj As ibn Rabia na lidhet me një tregim tjetër, ma van inshallah kur t'i vjen hani e shpjegojmë. Këtu vëllazëri vrejet edhe del në shesh vlera e atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Në ditë vjen Xhibrili te pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë i dërguar Allahut, kanë llogaritni ju burrat më të mirë. Tonë masi që rritet numri muslimanëve dhe hynë muslimant, hynë njerëzit në islam të madhe. Thotë kush janë njerëzit më me vlerë që i vlerësoni shumë? Thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, na thotë unë me shokët e mi, ata që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit i vlerësoj më shumë të edhe janë më të mirët. Thotë edhe na me lauqet që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit janë me lauqet më të mira tek natje. Onë më të vërtet luftë ndarë, se jo mul fërkan që ka qujtë Allahu, lufta ku është ndarë e vërteta prej pa vërtetës. Gjithashtu, në këtë luftë është vëra një djalleri që e ka pasamin Harithe. Harithe djalleri, edhe si duket muslimanët e kanë vëra gabimisht. Po duke dosht me gjujt me shigjeta pa besimtar, një shigjete muslimanëve ka rrugë këta dhe edhe dikush kanë i thot në unës të vetë, thot djalli jëtë nuk është në xhenet,
se nuk ka dek shahid, se është vropi dorës muslimanëve. Edhe kjo shkon te pejgamberi alayhi salatu wasallam në anave, të dërguar Allahut. Harith thotë më ka vdek, e din sa e kum dasht. Shka po më thoti, a me vajtu, a më gëzu. Thot, a me vajtu që sos shahid, a unë për shahid e kum qu, edhe pse e kum dash shumë, apo, dhe më gëzu që është shahid, apo me vajtu që së të ku ka shahid. Thotojnë unë Harithit, ja unë Harithe. Harithi nuk është në gjenet. Harithi është në Firdaus, kam rinë Firdausin më të nalë gjenetit. Edhe pas ta i gëzuhet kjo. Gjithashtu, prej shembujve që e tregojnë vlerën e luftarëve të Bedrit është edhe rasti i Hatib ibn Abi Balta, që pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka dashur me shilu Mekën, i ka thonë sahabëve kërkosh për juve mos çon lajm Mekë, do mizon befasi. Hatib ibn Abi Balta e shkruan një letër dhe ja dërgon mushrikëve në Mekë. Unë e ron këtë, sepse e thën urdhën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kur e merr pejgamberi alayhi salatu wasallam, thotë Hatib pse e bën këto? Thotë i dërguar me Allahut. Unë e poshë ti kemi fitu se kemi fitu. Na kemi fitu Mekën se kemi fitu. Bile si pretekst që ata mos më nguc familjen time, mos më bëj dëm familjes time që e kam me Mekë, ja vçua çet letër. Edhe Omeri thotë i dërguar me Allahut, sham ta hiqe këtë munafik. Thotë jo Omer. Sepse a di që ka marrë pjesë luftën e Bedrit. A di që është i bedrisht që ka marrë pjesë luftën e Bedrit. Thotë edhe ku e din ti? Allahu thot, ju ka thonë luftarëve të Bedrit, bani që ka të dëni Masudit, se s'ka mo dëm për ju, s'ka diçka që ju ban dëm juve. Mon, kjo është vlera të cilin e kanë marrë luftëtarët e Bedrit, të cilët më të vërtet kanë tërgu shembull shumë të lartë, edhe në pasimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe në sabër, edhe në mundjen e frikës, edhe pastaj Allahu përveç që i gradoj me fitore, që është fitoria e parë dhe fitoria vendimtare e muslimanëve, gjithashtu edhe i gradoj me këto grada të larta në botën tjetër në xhenet. Pastaj këtu na shfaqen dy çështje për cilat nuk ka dispozitë shariatike. E para është dispozita e robërve. Çka më bën me rob, të tham më herët. Dhe më thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam e merr mendimin e Abubekrit dhe Omerit, mirë po anan ka mendimi e Abubekrit që si cilët me kërkuni shumë caktuar dhe me liru vetin. Mirë po tash Allahu e zbret ajetin kuranor që e qorton pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe u zhdosh që mos më marr parë këtyne, po u zhdosh me i vra. Mirë po rahmeti i Allahut ka bën që mos me zbrit Allahu dispozit më herët dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam me marr vendim të butë para se me zbrit dispozita. As nuk e ka kundërshtuar dispozitën, edhe as nuk ka bëjë gjuna, edhe do bëhon vendimi që ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasallam se pastaj shumica për këtyre robërve bëhen musliman. Edhe sot ditë kemi dispozitën e robërve të luftës që pastaj kjo dispozit i ka lënë udhëheqësit të muslimanëve ose i ka lënë komandantit ushtarak që ai nëse e shet arsyeshme me i vra, i vret. Nëse i shet arsyeshme me i liru, i liran, qoftë me pagesë që pa pagesë. Nëse i shet arsyeshme me i burgos, domthon kjo kthehet pastaj mas rastit Bedrit, kjo kthehet te ajo se çfarë e shef komandanti i luftës ose generali i luftës që cila është më e përshtatshme për kohën dhe për vendin. Pastaj është dispozita e dytë, çka më bën me plashkën e luftës. Çka më bën me plashkën e luftës? Sepse dhujtarët ekën, po lan fush betej, deve, lan pasonie, lan orë dikush kish marr. Edhe e mbledhën plashkën e luftës, nuk po din çka më bën. Ata që e mbledhën plashkën e luftës, prej sahabeve, thanë neve në takon se na e mbledhëm. Ndërsa ata që luftun, thanë neve në takon se na i mujtëm ushtrinë e armikut, edhe ata ekën, edhe duke diskutu kështu, Allahu zbret ajetet që flasin për plashkën e luftës. Edhe zbret fillimi i surës Anfal. Bismillahirrahmanirrahim, yes'alunaka 'anil anfal. Të pyesin ty për plashkën e luftës. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Thuaj se plashka e luftës, çish mundohet, çka më bën me ta, i takon Allahut dhe dërgumit të tij, mos është punë juve. Të thonë ju punë më të mëdha, ja keni lënë Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam, për 2-3 plashka dani murruk me zvete. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Keni dhuron Allahun dhe runi lidhet farifesor me zvete mos të prish plashka e luftës. Edhe Allahu flet për lidhjet mes muslimanëve, flet për imanin, flet. Në fund surës tregon se shmet do plashkën e luftës. Por ju tregu sahabëve dhe po krejt muslimanëve se plashka e luftës sa do me qenë e madhe, sa do me qenë pasuni, thonë na kemi një pasuni më të madhe. Ajo është Islami, ajo është vëllazëllahu që e kemi. Ajo është lidhja
fare fisnore që e kemi me zvete, e që është shumë ma e madhe sa ploçka e luftës, që ja vlen krejt ploçkën e luftës me hub, veç mos me hub çdo. Edhe për ata Allahu e vonon. Edhe nuk thot në jetën e parë se ploçka e luftës donë kështu. Po thot se ploçka e luftës i takon Allahut. Vendimi për të dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, keni ndëruar Allahun dhe ruan lidhje fare fisnore. Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur lexojnë ajetet e Kuranit urrën qethën trupi, o shtohet imani, e falin namazin, e japin zakatin, e flet. Në fund tash e don ploçkën e luftës për më tregu aty që kjo është shumë e thjeshtë krahasim me ato që e keni ju. Krahasim me ato që ka dhënë Allahu kur gjë është ploçka e luftës. Edhe fillojnë sahabët, shumë prej sahabëve fillojnë me çajt këtu. Thonë subhanallahu, sa shpejt këtë do mashtru dyja. Edhe ja ndon Allahu pastaj ploçkën e luftës ashtu qysh e ka para po Allahu i lartësuar, po kjo është çështje në vete. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam dërgon lajmëtar në Medinë për me tregu për fitoren. Ndërsa Mekasit shkojnë zëmt, të mërzitën, të lodhën, luftën e humbur, imazhin e humbur, pasurinë e humbur, të nënçmuar, të përbuzur për një ushtrie shumë e vogël, mirë po morën vesh që kërkush mos me derdh pikë lotin Mekë. Mërzi e madhe, ama mos e derdh pikë loti që mos ta shohin tjerë tu mërzit. Edhe shkon Mekë, në Medinë Hareja, po mbretëron fitoria e parë prej Allahut lartësuar, gëzimi i medinarive dhe triumfi i Islamit. Edhe fejsa Allahut lartësuar, ndërsa humbja, përbuzja dhe nënçmimi i kufrit, i shirkut edhe i dhujtarve të Mekës. Pastaj karavani e Abu Sufjanit, nëse ju kujtohet që ishte shkak i luftës Bedrit, kur mrin Mekë, mirën vesh Mekasit që mos me shpërnda, mos me marrë kërkush mallin e vet që e ka porosit për i Shamit, po çaj mall mu shfrytzu për mu përgatit një ushtri tjetër, që mas një vit ose një vjet e pak mujve ndodh lufta e Uhudit që me shku mu hakmir në Medinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu veprojnë se qysh e kanë bërë planin. Mirë, tash vëllezër, mas kësaj fitore të madhe, shumë prej njerëzve që mendojnë se Muhamedi ka pak ditë dhe marrën edhe puna e tij. Do të thonë, nuk e kishin marrë kaq seriozisht. Mirë, por kur fitoi kundër mushrikëve, do të fisit më të madh, fisit më të nderuar, të respektuar të arabët, fillon me mendon ndryshe tash. Edhe fillon më bë tabore të ndryshme. U krijuan situata të ndryshme, qoftë politike, qoftë strategjike, qoftë ushtarake. Edhe tash pejgamberi alayhi salatu wassalam me forcën që e tregoi, edhe ndihmën që ja dha Allahu dhe fitoren, i bani 4 palë të armiqve. Mirë, po apo rrin në gjumë pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo rrin i paprgjitur? Jo. E shohim që tash çfarë përgatiti ka bërë. Po kryesore 4 palë armiq u banën. Armiku i parë janë dhujtarët e Mekës që u kthyn të pezmatum, një natë të mërzet me humbje, që pa tjetër se kanë me mendu edhe kanë me planifiku se që mu hakmir ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Armiku i dytë janë Yahudit Medine, që mendon se puna e Muhamedit është lojë, i merr disa njerëz aty, rrin me ta, e çon një kohë dhe marrën punat. Ja, s'te u ka puna ti lojë, fitojnë ndaj fisit më të madh, bani ushtri, bani njerëz që nuk e lanë më vet, krejt muslimanët i ka më ushtar, fillon edhe këta me mendu tash se qysh me dëmtu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, sepse puna e tina që në ka serios është e Yahudit. Armiku i tretë janë beduenët. Dhe beduenët që jetonin rreth Medinës, e të cilëve ju konvenonte sistemi luk. Dhe sistemi taramani që mos me pas rregull, mos me pas ligj, sepse ata dhe ashtu jetën e tyre e kishin ndërtuar mbi ploçk. Edhe hajni. Do thonë, kur kishin nevojë për ushqime edhe pore e mollra, ju dilnin njerëzve në rrugë, ju prenin rrugën edhe i plaçkisnin. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam po do me vendos rand, s'ka më kështu, atëherë edhe këta fillon me mendu se e kemi armik Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka mundësi me randin edhe rregullin që po e vendosaj, nuk ka mundësi me bë ploçk, sepse ploçka që nga ndalume, ploçka po luftoi ka, do më thonë me i plaçkit njerëzit në rrugë, plaçkitset po denaj kanë e kështu më radhë. Edhe armiku i katërt që shfaqet me skentash e që shumë shpejt me ledhe njerëz rreth vetit, është Abdullah ibn Seluli, që transmetimet historike thënë se Abdullah ibn Seluli e ka shfaqet islamin mas Bedrit. Te në Bedr e ka llogaritë se
Dhe më thonë puna e Muhamedit nuk është serias, sallallahu alaihi wasallam. Marën puna e tij dhe unë bona mret, që kanë premtu. Kur e pa që nuk është hajgare puna e tij, edhe veç sa po forcohet, edhe veç sa po fiton, atëherë shfaqe Islamin në Islam që kur nuk hinin ta. Kur nuk hinin ta. Mirë po, jau servoj gjithashtu një shtresët njerëzve një shembull shumë të keq që mu paraqit musliman pa qenë musliman heq. E kjo është Abdullah ibn Seluli, munafiku kryesor, munafiku i parë, munafiku më i madh i cili ka organizuar munafikët e Medinës gjithmonë për me domtu imazhin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, Islamin edhe davetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, mirë po i maskum, domthonë jo direkt po indirekt. Mirë. Tash pejgamberi alayhi salatu wasallam çaban ton armisht u ashpërsun. Ata që kishin menduar se mujnë hala me bo jetën e tyre, edhe me i realizu qëllimet e tyre, edhe planet e tyre, tash pejgamberi alayhi salatu wasallam po paraqet rrezik për ta, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam po e shet që ata po e nin vetën tash më të rrezikuar, dhe normal kanë me ragu. Sepse shumë prej armiqve, edhe shumë prej atyre që i kemi hasëm, kur jemi dopt lekësh nuk vrehen, sepse nuk paraqesim rrezik për ta, ose për planet e tyre dhe për interesat e tyre. Mirë, kur fillojnë më u forcu muslimanët, kur fillojnë më u forcu xhamati, kur fillojnë, që atëherë fillojnë me ragu. Pse? Për arsye se paraqet rrezik. Do për interesat e tyre paraqet rrezik. Sa më islame më bë kjo shoqëri, sa më pak krime e hajnia, e vjedhje, e procesione këto, të thonë, aq më rrezik për dikonin i cili i ka plan të jetës tina këto. Thonë dikush jetën edhe fitimin kryesor e kanë çdo, do në hajnia, në vjedhje, prostitucion, në vrasje, në krime të organizuara që tash islamizimi i shoqërisë. Edhe kur shoqëria fillon me të madhe me u kthim mësimet e Islamit, atëherë kjo është rrezik për dikonin. Sepse dikujt ja nol bukën që e ka pas, po i thon bukën që e ka pas përmes drogës, sepse na duhet me thonë droga është haram, ai tjetri përmes alkoolit, ky tjetri përmes prostitucionit organizuar, ai tjetri, edhe në këtë formë pejgamberi alayhi salatu wasallam tash po paraqet rrezik për këta njerëz të cilët kanë llogaritë që me bë jetën, domethënë në çështë formë çështu, të pa organizuar sipas interesave dhe çefeve të tyre. Edhe fillon lëvizjet e këtyre armiqve, po edhe fillon edhe kujdesi më ushtu i pejgamberit alayhi salatu wasallam për reditë e tij. Për shembull, prej lëvizjeve është Umair ibn Wahb, një armik edhe njëri prej atyre që ka urrejt me shpirt pejgamberin alayhi salatu wasallam. S'ka marrë pjesë luftën e Bedrit. Shkon i thot Safani ibn Umayys, çish be Muhamedi gjallë, çish be jo mujti, çish be jo mur pasurinë kështu, duhet me bëna diçka, duhet me lëviz diçka. Thot vallahi veç i kam do borxhe. Kjo Umairi, thot veç i kam do borxhe. Edhe i kam do thmit vegjën, se pashku me vra Muhamedin nuk e lo. Thot Safani ibn Umayya, për çto e kje po? Thot borxhet unë t'i loj. Edhe nëse s'kthehesh ti vdes, për fëmijët tonë dhe për familjen tonë kujdesa, veç shko hiç në i qofe. Po thua, edhe nisët për Medinë. Kush kanë Medinë? Sa më rrinë Medinë, paraqitet se ka ardhur me i sjell parët për me liru një tafën tina. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam shtin xhami, i largon shokët e vet. Dhe to Umair, trega për shkak e ardh. Do të komor me marr kusherinin tem, edhe i kom sjell parët. Trega do të për shkak e ardh. Thot, kur ke fol me Safani ibn Umayya, edhe ai ka marrë përsipër borxhet e tua, edhe ka marrë përsipër me kujdes për familjen tonë, vetëm me ardh te në Medinë, edhe me likvidu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thot vallahi këtu muhabete kush nuk i din pasun edhe Safanit. Vetëm Allah i t'i kallzejka. Edhe bëhet musliman. Ka orë me vra pejgamberi alayhi salatu wasallam, bëhet musliman, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam e gjen momentin, e godet moment, edhe kthehet në Mekë pastaj. Thojnë transmetimet historike se shumë prej Mekasve prej tij janë bë musliman, dikush mirë mshefte, dikush në mënyra të ndryshme. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i zhvillon disa ekspedita, që janë ekspeditat mes Bedrit edhe mes Uhudit. Ekspedita ose prej ekspeditave është betejë me Beni Selim. Beni Selim është njëri prej fiseve të mëdha që dolin prej fisit Gatafan. Gatafan fis i madh, o në gjysa i gadishtë rabe gati. Edhe dëgjon pejgamberi alayhi salatu wasallam që këta janë bogati, edhe po dojnë me orë me sulmu Medinën. I merr pejgamberi alayhi salatu wasallam 200 kalarës, edhe më rrinë te vendi i tyne, alo po u bogati këta.
shpartallohen krejt. Edhe ikin, që kanë pos gati, që kanë bo gati me kuajle, me deve, me pasuri, për me orë Medine me luftu, krejt e lajnë edhe e merë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë pasuri, gjithashtu plashk luftës edhe e sjell Medine. Pastaj, kjo ngjarje ka ndodhur 7 ditë pas u kthye pe Bedrit pejgamberi alayhi salam. Armiku s'flen, armiku s'ta fal momentin. Mos me do dikush që valla jam i smutë, jam keq, jam e lodhe, si kam punë të mirë ekonomikisht, edhe i dhimbë në hasmit, kur si dhimbësh. Kur si dhimbës shejtanit, as kur si dhimbës edhe insanit që ka shpirtin e shejtanit. Ai ta ruan momentin. Von 7 ditë pa i bën pe Bedrit, ata veç po bojnë plan atje. Për me arë me sulmu Medinën, po pejgamberi alayhi salatu wasalam vigilant. Pastaj e kemi betejën Suwejq, kështu i kanë thonë, pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu me 200 kalarës i sulmon në fes që ka qenë rreth Medinës, cili ka dosht me sulmu periferinë e Medinës, mirë po, rrin pejgamberi alayhi salatu wasalam para tij edhe nuk arrin me sulmu edhe ikin. Domon ju dështon plani. Pastaj është beteja e Dhi Amrin, kështu i ka thonë. Ekspedita më e madhe është para Uhudit, që pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë rast me 450 kalarës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në disa ekspedita po don me i dështu planet e armeshve. Disa ekspedita po don me e tregu forcën që e ka. Edhe arrin deri te ky vendi që i kanë orë lajmet, shërbimi sekret i Medinës tash ka filluar me funksionon. Nëse s'ka shteti pas shërbim sekret funksionon, e shërbimi sekret i Medinës ja ka dërguar lajmet pejgamberit alayhi salatu wasalam komandantit suprem se në filan vendin Dhi Amr janë kam lidhën ose doin më mbledh ka plane që më bëni ushtri e madhe me armë sulmu Medinën. Shkon pejgamberi alayhi salam me 450 kalarës, edhe dikon 1 muaj qëndron aty para sillet rrethit për mi treguar njerëzve që jam syni i Medinës, po çka ju gjon. Edhe kthehet në Medinë pa ndonjë problem. Pastaj është ekspedita Bahran, kështu i kanë thonë, që gjithashtu një 300 luftëtar, idhujtar janë mbledh planet o krejt. Do më pejgamberi alayhi salam po i zbulon planin hala, do më hala pa e bërë realizimin. Plau zbulon planet, edhe këtu ja shpërtallon planin edhe këtyre që mos më ardhë me sulmu Medinën. Pastaj e kemi edhe një ekspeditë tjetër, të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dërgu në udhëheqjen e Zeid ibn Haritha, e që Ebu Sufjanin nga inati i Bedrit, humbjes Bedr, ka marrë një ushtri, dikon 200 kalarës, edhe në periferit Medinës, e ka sulmu periferinë e Medinës, i ka shkatru do kupshta, aty do hurma i ka djeg, i ka vro njerëzit që i ka gjetë në për kupshtë një 3-4, edhe ka i. Kur dëgjon pejgamberi alayhi salatu wasalam, i vihet mrapa mirë, po arrin Ebu Sufjani me ik, edhe kthehet pejgamberi alayhi salatu wasalam në Medinë. Krejt këtu ndodhin pak muaj, 2-3 muaj mas luftës së Bedrit. Mirë, po gjitha pejgamberi alayhi salatu wasalam po i fik, po i shkrim hala pa udhëz. Kjo është mençuria. Kjo është mençuria që pejgamberi alayhi salatu wasalam po na jep praktikisht këtu në këtë mësim, që armiku nuk flen. Bila armiku ashpërsohet, edhe fillon me punu më tepër kur ti forcohesh. Kur je i dobët ai se ka shumë dert. Mirë, po kur fillon më forcu, edhe armiku ashpërsohet dhe bën plan edhe më shumë. Tash na del një skenë edhe një zhvillim tjetër interesant. Ajo është se njëri prej fiseve jahudive që janë në Medinë, që ka bërë marrëveshje me pejgamberin alayhi salatu wasalam, e prishin marrëveshjen. Këta janë fisi Banu Qaynuqa, i cili ka qenë shumë afër me xhamin ku është sot xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fisi Banu Qaynuqa ka qenë fisi që e kanë një veten pak më të fortë, edhe kanë qenë më të rima, edhe ka posë ushtarë më shumë, domethënë vetëm burrat të luftës kanë mujt me i mbledh për moment 700. Po edhe është prej 3 fiset jahudive që më shumti ka shpreh urrëtie dhe armiqësi ndaj pejgamberit alayhi salatu. Edhe pse e kanë bërë marrëveshje, që mos me vonë Medinë kur gjë, as mos me ngusin një tjetrin, as mos me sulmunin një tjetrin, as me ngacmunin një tjetrin, prap këta domethënë s'po i lën gjakë rahat.
Prej shembujve që s'po i lën rahat gjaku këtë fes, është rasti kur një plak i tyne, plak për të thëtë historia të dek, të thonë shpirt. Plak që thënë si duket kur gjojët dëjonsme, mirë po i ka mbetur rejtja për islamin. Edhe kur ishe Ausa dhe Khazraj, fiset të nejtë bashkë të po muhabet, që janë mësu jahudit me i po vazhdimisht për qamë arabt. Në disa fise e kanë mbështet financiarisht edhe e kanë ndihmu me alaonca njënin fest të arabëve, fisin Khazraj, ndërsa disa jahudi fisin Ausa dhe që ata me bëm lufta me zvete, këta me jushit të arme, me jushit mallëre kështu më radh. Tash po i shohin bashk, s'po mujnë me po. Edhe kë plaku thotë mos kofsha gjallë. Shas i bën Kajs ka posemrin, me kryre pëjc. Të dek, mos kofsha gjallë, mos më dalë shpirti, pa i bo pike 5 edhe njerë qëta. Edhe i thët një djallë të ri, po e të pektu. Shkodot që atjet e Ausa dhe Khazraj që të kenë mbledh bashk, edhe përmendja atë luftën Boaz, që ka qenë lufta mes Ausit dhe Khazrajit më herët, para 6-7 vjetë, thët përmendja atë luftën që edhe bën një vëlluk punët. Edhe shkan këpojti, edhe fillon të i thurën poezi 3 minite e Ausit, edhe të herë të Khazrajit, edhe ta fillojnë mund zëjtësh, edhe mund zitës. Edhe njëri quhet aty, thot, në moni fisit, Khazrajit thot aty në të Ausit, thot, nëse doni, na jemi të gatë shumë ja u përsëritat, që e keni përjetu para 6 vjetë. Thot, kur mos moni s'moni edhe, fillojnë mund zëj fjallët, lafët edhe gjakrat. Vjen pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, çka janë këto thirrje? Çka janë këto ndomje, këto përçarje të xahiletit? Xahiletin të cilin jam të punuar vazhdimisht me u hiq, ju halo thirrjen e ta. Edhe pastaj ja u përmend vllazëllokun e Islamit, që Islami lufton çdo taborizim ose ndomjen tabore në bazat të gjakut, të familjeve, të fisit për me luftu për qëllime të tilla, edhe pastaj fillojnë këta me kuptu sa bishe që dikush do më javlu leujen. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam sa kthehet për Bedrit, i mbledh Banu Qaynuqa në pazarin e tyre, ka që e kanë pas pazarin e vetë. Edhe i thotë, o Banu Qaynuqa, mbledh një met, kujdes marrveshje, të kena në shku do marrveshje, unë si e thej, po më si theni asjo, po boj musliman, para se mi ndodhë diçka e madhe, se e din të pejgamberi alayhi salatu wasallam që s'rrin rahat ta pa e thuj marrveshje. Po boj musliman o shet. Quhet i pari ty në dhe to Muhammed, pse i ke mujtë mushrek të ta zdin me luftu. Po më në që dhe na mund neve, pa le të bëhet lufta mes neve dhe te e shemë sa ne. Do më thonë, për i tashit tendencat që na kur dush dalëm edhe luftojmë. A pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte në shku marrveshje që s'duhet me pas luftë, as s'duhet me pas ngacmime mes neve. Mirë, po këta po, do më të bëhet lufta nesër e sheh çfarë trima jemi na. Edhe shkon pejgamberi alayhi salatu wasallam, këta s'rrin rat. Fillojnë me përhap thashe theme, fillojnë me përhap shpifje, vetëm me i përqa muslimanët. Deri sa një dit, një grua muslimanëve, shkon në pazarin e Banu Qaynuqas. Banu Qaynuqa, shumica e këti fisi, janë marrë me zeje, të mund me zanote. Pra ta dhe kanë posë pasunima shumë. Edhe ke gruja shkon me shit di shkan pazar ty. Ta është dojnë me jahek mbolesër, teshet. Thjesht me bo diçka, me bo trazira. Edhe ajo gruja s'pranën. I reziston, mirë. Tash çka bën njëri prej tyre, për Banu Qaynuqas, për fist, ja lidh rrobat me një toj, ose pej diçka, edhe ja lidh me një farë gurja, një farë drunit diku në të, që ajo kur të qohet, me ju hekë rrobat për trupit. Llogariti. Për çka? Çka fiton me këto? Po thjesht s'po i lën gjaku rahat, s'po i lën gjaku me mojt marrveshjen. Do të me prish marrveshjen, e prish marrveshjen, tash është shka i gjau. Edhe ngritet e gruaja, kur ngritet, e hiqin shumica e teshave për trupit. Edhe bërtet, o musliman, thot deri i uve për në përkombët, quhet dhe musliman që është aty afër, edhe e vret ato që ja ka lidh rrobat. Quhen jahudit dhe e vrojnë muslimanin. Pejgamberi alayhi salatu wasallam që tash e teprot. Unë dhe ishtë ashtë jam t'ju full që mos bëni trazira, mos bëni mërzira, ta moj marrveshjen, të rrim si fëqin me njëri tjetrin, edhe i mledhe o shtrin edhe shkon edhe i rrethën. Ata mshilen na për kështjellat e tyre. Mon sikur të shinkan, pa fajshën, këshin doli ashtë, këshin thonë, o Muhammed, nësimi të doshme bo luft. Janë 1, 2, 3, merë dhe banë që ka dushme ta. Ja, kretë mshilen në për kështjella për arsye se e din fajnë e tyre që ata kanë pos plane të ndryshme. Edhe i rrethon pejgamberi alayhi salatu wasallam 15 det.
Mas 15 ditë e zbrisi, do më ndalin prej kështjellave. Edhe këtu tash ndërhyn Abdullah ibn Seluli me rolin e tij të munafikut. Kishte po do më mirë. Thotë Muhammed mos më nguc këta. Këta mos më nguc. Thotë që këta sim të ngucën, por këta janë të ngucën neve. Kështu që na nuk duhet me i lënë të lirë, na duhet me i tregu këtyne që kështu nuk shkohet. Ja thotë hiç s'kemi prej këta i kom pas aleat, këta menve edhe pejgamberi alayhis salam për mos e botash trazira të tjera në Medinë, sepse një pjesë e fisit Khazraj që Abdullah ibn Seluli ishte pe fiset Khazraj, kishin mundësimin mund diku për fjalëve të Abdullah ibn Seluli, thotë mirë ukri. Thotë po, unë kam njetë me i largu për Medinës. Ja edhe për Medinës nuk imi largu, këta më kanë i modhët, pa i largu për Medinës nuk bëhat. Edhe merë vendim që më u largu për Medinës. As një se prejk, pejgamberi alayhis salam, as se vret, mirë po, i merë një plashka, çka keni edhe, ka sytë kantë. Edhe i marrin, çka mujnë me marrin, edhe nisën për Sham, Shamin e Sodit, edhe thuhet që nuk kanë bjetu mos i fis, si duket, janë tretë, kanë vdek, nuk janë shtu shumë edhe nuk dihet më për historinë e tyre pasi që kanë shku në Sham. Dhe pasunigja që umbet shtëpiat e këtu, pastaj janë ndajtën muslimanët e Medinës. Ka domethënë loj, na kemi bë marrëveshje, po. A keni nënshkruar vet po? Çka po ju çon? Zori po ju çon me prish këtë marrëveshje? E tash pejgamberi alayhis salam këtë rast si udhëheqës i Medinës, si burr shtetas, po edhe si komandant ushtarak, s'do të më leju që më ndodh kësi trazira dhe kësi probleme në Medinë, sa i sot e ka bë këto. Nesër hin shtëpi, nesër e bën ato, nesër e bën këto, edhe po don me ja u kthut rrugën këtyre punëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ndodhi ajo që ndodhi. Pastaj në këtë periudhë pejgamberi alayhis salam urdhëron me vroni një person i cili është shumë i poshtër. Vazhdimisht sa në Mekë, sa të jahudit, sa në Mekë, sa të jahudit të i nëzit kundër pejgamberit alayhis salam. Mirë po pejgamberi alayhis salam son pezem, s'po arrin me kon. Edhe po ju jep urdhër sahabëve, Muhammed ibn Meslem edhe disa të tjerëve që me kap dyqysh edhe me likvidu, sepse ndryshe nuk nalët sherrri tina. Ky është Ka'b ibn Ashraf, babën e ka arab, nanën e ka jahudike. Mirë po jahudi në zemër jahudi. Më thënë, ajo rregulli që e kanë jahudit se për me llogarit dhe kanë jahudi pa tjetër duhet me i pas dë prind ose nanën me pas të jahudive. Sepse nana e dukan hynë. E këtë nanën për jahudive, baba i tina ka lidha lancë me Banu Nadir, do më hanë fisin tjetër të jahudive, edhe për me të regu që na jemi alat, është martu prej tyre dhe ka lind Ka'b ibn al-Ahbar, një njeri i cili i mbushën fund e krye, prej mëjet të krejes deri te kam urrejtje për pejgamberin alayhis salatu wassalam, edhe për muslimanët, edhe shkonte në Mekë. Thoshte, nxit çonu muselani pejgamberi, muselani Muhammedin më forcu, ai kam jo bëu këto, ku jeni ju, gjithë atë mall, gjithë ata njerëz. Thot, po ti je ehlul kitab? Ai po thot, domthonë edhitorët e Mekës, i thonin, ai po thot se ti je më i afërt se sa na me ta. Thot, jo, bre, unë e ma shumë e du fejnë e juve se sa tina. Umonaj kjo ishte me fej jahudi. Edhe Allahu i përmend fjallët e tina, Kur'an ku thot, Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula yahda min alladhina amanu sabila. Thot, ai ka pa disa prej atyre që ju shdon libri, domthonë jahudive në këtë rast. Besojnë në idhujtari e kështu më radhë, domthonë e vlerësojnë idhujtarin, edhe ju thojnë idhujtarëve se ju jeni në fej më të mirë se sa ata që po besojnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe urdhëron pejgamberi alayhi salatu wasallam Muhammed ibn Mesleme me likvidu këtë person. Ku ta gjon me likvidu? Urdhër për shtetit, për aparatit shtetëror, që ku ta nxon me likvidu për arsye se ndryshe s'naret këtë person. Muhammed ibn Meslem thotë, oj dërguar me Allah, a më plej edhe që unë më i fol do fjalë për ty që më e mush menën këtina, që unë s'jam me ty se hapet sunë zon. Thotë, po fal çka tush. Edhe i çon haber këtina po do mu takova, thotë, prisi ka or Muhammedin në Medinë, sallallahu alaihi wasallam, Muhammed ibn Meslem është musliman, më po tash do më mush menën atina,
që nuk i ka punë të mirë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe po do më bëj aran me këto, thotë pisi ka në Medinë, një fukarallëk, një farë rendi, një farë rregullin ndryshe, ne ka për gjysmëtornat, ne ka marrë gjysmën e pasunisë, ka dhënë shok vet, njerëz që ka ardhur me Mekës me to, edhe e bind këto. Edhe pastaj, pas disa nejeve merr guximin Muhamedi ibn Maslama me 2-3 persona që i ka, edhe e likvidojnë. Edhe e vrasin Kab ibn al-Ashraf, që ka qenë më të vërtet njëri prej shiraxhive më të mëdhej. Mirë. Këto janë zhvillimet që janë bërë pas luftës së Bedrit dhe që i kanë parapri luftës së Uhudit, sepse mushrikët nuk flajnë edhe janë të gatshëm për më hak mirë. Mirë, unë po i përmeni vetëm disa pika, disa mësime të rëndësishme, ama vetëm si pika se çka mësojmë për këtyre zhvillimeve që i përmendëm. E para, fitoria vjen prej Allahut. Sepse thamna ushtarakisht me i këshyrë sahabët edhe me i këshyrë mushrikët, kërkush s'kish besu ushtarakisht se këta kanë me fitu. 300 vetë parë matosën, me i mujtë 1000 vetë parë matosën, mirë po fitoria vjen prej Allahut. O men nasru illa min indila, Allahu kur flet për luftën e Bedrit, thotë se fitoria vjen prej Allahut. O mbështetni Allahut. Përgatituni ju shka të mundeni, pastaj mbështetni Allahut se fitoria vjen prej tij. Gjithashtu, Allahu këtë ditë ka qujtë dita e Furqanit. Pastaj dashuria dhe urrejtja u shfaq këto qartësi, sepse disa prej shokët pejgamberit alayhi sallam në ushtrim idhujtare kishin babën, e kishin vllaznit, e kishin tafërmit. Mirë po, e kishin një dashuri më të madhe për Islamin, për cilin e lanë Mekën, u largun prej Mekës. Edhe kështu që ja dhanë besën një herë pejgamberit alayhi sallam, s'kam, na dul kush na dul përpara, na e kemi dhënë besën Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu mrekullit që ndodhen në luftën e Bedrit, i kemi përmend këto më herët. Pastaj është se njëri prej dhujtarëve, kur u nis pejgamberi alaihi salatu wasalam për në Bedr, njëri prej dhujtarëve ka thonë: "O Muhammed, a dvi me luftu me ty, se kam qef me luftu me ty." Thonë ky dhujtar, po ka mos i ka qenë si qert në atë stilin e vet, thotë unë jam luftëtar dhe kam qef me luftu me ty. Thot, a ke dëshmu shahadetin ti? Thot, jo, nuk më duhet ndihma e atij që nuk është musliman. Mos ka për arsye se është dita e Furqanit, dita kur dallohet e vërteta prej pavërtetës. Pastaj është Hudhaifja dhe baba i vet që janë musliman në Medinë. Edhe vinte pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe thonë: "O dërguar Allahut, po do me marr pjesë nuk, po nuk mujna me marr pjesë." Pse? Thotë se kur kemi dashur me bëj hijret, na kanë dalë familja në rrugë dhe na kanë thonë: "Kujini të shkon në Medinë." Pse jeni të shkon në Medinë? Kemi bërë të pazaro më këtë. Thotë: "Jo, jeni të shkon mbi Shkanxhit Muhamedit." Edhe mas shumë diskutime thotë: "Ja kemi dhënë besën që nëse lufton Muhamedi kundër neve mos më bashkujo." Edhe kena thonë që po nuk ju bashkoj. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam: "Monë marrveshje. Mos ja keni dhënë fjalën, mos hajde me neve." Gjithashtu, këto shfaqet edhe në Usaid ibn Hudayr është prej atyre që kanë dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wasallam në kabanën e dytë. Ky i del në prit pejgamberit alayhi salatu wasallam për me prit kur kthehet pe Bedrit. Do të dërgoj Allahut, vallahi shumë kom pas shef më kon me ty. Edhe shumë jam gëzuar për këtë fitore. Mirë, por nuk e kam ditë që është luftë, unë isha ardhur me ty. Për dallim prej munafikëve. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam, të vërtetin i të thonë. Mos e shtoj kishë bati, mirë po, as nëse kemi ditë që është luftë. Kjo pra është lufta e Bedrit, me zhvillimet e saj, me rezultatet e saj, me mësimet e saj, që ka shumë ma shumë që ka thuhet, po, për mos me zot shumë, për mos me bëmën e tonë, jemi mjaftu me këto, e lusim Allahun e lartësuar që Allah të na qoj fitore në të gjitha punët tona, në të gjitha mejdanet tona. Fitore e cila na bën derë këtë botë, edhe na bën derë botën tjetër, dhe na afron tek Allahu i lartësuar. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.